për besë, nëse do të më jepet mundësia me qenë pjesë e parlamentit, kur gjon nuk ka ba Albin Kurti, qa kisha me ba une me më prek në vlerët luftës. Albin Kurti e ka kallë kuvendin veç për me hypë në pushtet. E une e kalli kuvendin nëse dikush ma prej Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Albinit ju kanë ndërtu përmendore, Albinit ju kanë thurë edhe kangë. Unë një ditë dashta me shkrujt një koment, ai është nashta djalë pushk me qitë, për nuk e di me marrë në shenjë, se s'ka pas kur pushk Albini ndorë. Këtë qeverisjen e Albin Kurtit e pa me faktet gjalla. Kur Mimoza Kusari dul edhe foli për atë qiqin. Po e shohim edhe reagimin e fundit të militantëve të VV-s se i përqeshën lotë e nënës rrugë. Ata mujnë më kanë njerëz, po nuk kanë shpirt. Gjatë kësaj qeverisje, për pos që nuk kemi pasë mbështetje, ata na kanë godit aty ku na dhem mas shumëti. Ata kanë arrit që me bind popullin që mos me përmenu që kanë. Kanë arrit qatë shumë me na ullë si vlerë, sa dhe vetë Serbia nuk ish mujt me ba një gjatë tillë. E ata e bëjnë për shkak se i frigohen fuqisë tonë, edhe dojnë me na minimizu. Po ata du të me ditë një herë për gjithmonë, se sa të ketë një jetë njerëzimi, UÇK-ja ka me egzistu. Edhe çfarë do forme që ata mundohen me na sulmu, vetë që na rrisin. Se kur nuk kanë me mujt, me na i hub vlerat tona. E këto e bajnë se nuk e kanë përjetu gjanat. E ma qesharake, gjanat nuk i kanë përjetu gjanat që i kemi përjetu na. E ma qesharake është kur ata kanë arë në pushtet me gënjeshtra. Albin Kurti erë në pushtet të i thonë me gjipa të zi, qka po na vynë këta gjipa. Sot sa gjipa i ka vetë Albin Kurti, sa truproje i ka vetë Albin Kurti. Ata erdhën në pushtet me vdekjen e Astrid Dearit. Qka banën për Astrid Dearin? Qka banën? E patën komplet fuqin me zgjedh rastin e Astrid Dearit. E sot, militant e ti dalin edhe thëjnë për Ramush Haradinaj që po përfiton vota në lotë e nënës rrugë. Veç mos më kon njeri, bre. Veç mos më kon njeri, mundesh me thonë që ato. Dalin edhe i thëjnë jeni me listën serbe. Për votim. Sali Ashari, Ramush Haradinaj. E shumë time Kadrijaj. E shumë tjerë. Dhe me thonë, ata janë në gjendje me bo gjithë shka, vetëm me qenë pushtet. Po shpresoj se nuk e kanë gjatë. Jam e sigurt se nuk e kanë gjatë. Ata kanë njerëz që janë konë luftë. Është e vërtet që kanë njerëz që janë konë luftë. Po Albin Kurti ja u ka marrë autonomin. Po i deri gjanë ata. Se një njeri që me vërtet është konë në luftë, pavarësisht çfarë do pozite që i jepet në jetë, ai krenar do të më kanë për këtë pjesën e luftës. Sepse na jemi ata, Ushtria Çlirimtare e Kosovës është ajo që ja ka mundësu sot se cilit politikan me qenë vendin ku është. Unë mos kofsha në lëkurën e atyne që janë me Albin Kurtin e që thirrën në emër të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Si mundesh me qenë ti veteran i luftës, kur ai të ofendon e të shanë çdo ditë? Unë fatkeqësisht, nuk kam qenë pjesë e parlamentit. Edhe më vjen keq që ka pas brenda parlamentit komandante ushtare, edhe nuk kanë reagu e kanë toleru që mu përdor që ajo gjuhë brenda kuvendit. Për besë, nëse do të më jepet mundësia me qenë pjesë e parlamentit,
kur gjanë nuk ka ba Albin Kurti, qa kisha me ba une me më prejkë në vërlerat luftës. Albin Kurti e ka kallë kuvendin veç për me hypë në pushtet. E une e kalli kuvendin nëse dikush ma prej kushtrinë qlirimtare të Kosovës. E për që ta une mendoj që duhet me pas një ullë se aty. Se aty duhet me dhez dikush fitilin. Une e kuptoj që Ramushi e Daute e ata janë mundu me majta qëtsin. Po vallaj, une sot s'jam ushtare aty, në sot di thej regullat. Sot une e kisha kallë, ata më kishin njek për mrapa. Nuk lejoj me mshkel kërkush në vlerën teme. Nuk lejoj kërkush se durët e mia Allah ju vjen i ragjak pavarësisht që janë të pastërta. Edhe nuk lejoj, sa t'jam gjallone. Nuk e kisha leju një gjatë tillë. Albinit ju kanë ndërtu përmendore, Albinit ju kanë thure dhe kangë. Unë një ditë dashta me shkrujt një koment, a i është nashta djallë pushk me qitë, për nuk e di me marë në shenjë, se s'ka pas kur pushk Albinin ndorë. E kështu që a i lekthirët. Albin Kurti është një filozof, që pe ma manipulon popullin. Unë i baj thirrje popullit. Dëgjone, po në fund analizone se çka po thot. A i bash kur gjo hiq nuk thot, për pos që e manipulon popullin. Kur gjo tjetër nuk thot. Sa është një filozof që mirë, sa e ka studiu popullin edhe manipulon me ta.